të liri që është dikur me një protest aq mazive dhe aq agresive, sepse tradhtarët nuk meritojnë lutje, tradhtarët meritojnë ndëshkim. Ju erdhi funi! Ju erdhi funi! Kjo protest mund cilësohet fare mirë si revolta e gjeneratës sot. Ata në kanë më dhojnë një mësim gjithve ne. Ata duket se nuk kanë frikë as autoritetin, as pushtetin, as kënd. Janë të gatshëm dalin rrugë dhe të arsojnë të regjim. Okej, njëri nga turma thotë si kanë frika shprindit. Shumë mirë bajnë! Taj kam placin të avë fjallës njërës prej tyre! Përshëndetje të gjithëve! Unë jam një nxënëse në 9 vjeçare dhe ndodhem përpara jush sot. Disa prej jush mund të mendojnë se jam shumë e vogël për të folur këtu sot. Por e vërteta është që nuk mund të jesh kurrë shumë i vogël apo shumë i madh për të kërkuar drejtësi. Ne jemi këtu sot sepse e duam vendin tonë dhe duam më të mirën për të ardhmen tonë. Dhe më bëhet zemra mal kur shoh të rinë dhe të reja kaq të bukur duke protestuar për vendin e tyre. Bravo! Mos na prekni florët e Zvërnecin. Dhe ju bëj një thirrje mediave. Është një pyetje. Pse revoltojni kur qytetarët më në fund e kuptojnë propagandën dhe lajmet e pavërteta që ju shpërndani çdo ditë? Sepse vërteta është që ne jemi mbledhur këtu sot për ateun ton, për Vlorën, për Riollin, për atë që askush nuk flet, për padrejtirat që na bëjnë çdo ditë. Dhe jo si shtojnë mediat për komunitetin LGBT. Është një propagandë të mërshme. Ne do flasim derisa atë mos të kemi zë. Do flasim, do bërtasim, do puçasim për vendin tonë dhe për të ardhmen tonë. Prandaj, ju them, të gjithëve që ndalojnë, ne nuk do ndalojmë, ne do protestojmë. Sepse Shqipëria është vetëm e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve dhe e tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve dhe e tradhtarëve. Shumë faleminderit. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. Jo e tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Ramazan Berisha. Ramazan Berisha. Ramazan Berisha. Ramazan Berisha. Ramazan Berisha. Ramazan Berisha. Kam knaqësinë t'ja jap një djali që kur ka folur ai, shumica prej nesh nuk e kemi besuar. Madje unë kam qenë një prej tyre. Por kur faktet tonë hapur, gjithë ne duhet ta falenderojmë. Emrin e ka Gen Progni. Përshëndetje dhe faleminderit që sot jemi edhe më shumë. Do flas vetëm për diçka shumë thjesht, pa e zgjatur, se edhe nuk kemi zë,
por gjithmonë edhe pse dalim çdo ditë nuk do lodhemi, edhe do jemi gjithmonë edhe më shumë. E keni parë kryeministrin që ka filluar të sulmojë influencerat, sepse një nga murët kryesore të tij ishin patronazhiste që komentonin online dhe prishin algoritmat e rrjeteve sociale. Ishin aplikacione si aktivisti që manipulonin këto algoritme dhe duke manipuluar dhe mediat, ai kishte kontroll për çdo gjë që duhet të thuhej dhe për çdo të vërtetë që duhet të thuhej. Prandaj ai sulmon ata sepse ja kanë thyer këto mure. I bëj një thirrje spakut, GKK-s, gjykatësve, prokurorëve që kjo protestë është edhe për ju. Jini të vërtet, hetoni sepse po presin të fusni kriminalet dhe korruptuarit në burg. Posh komunizmi! Posh komunizmi! Posh komunizmi! Posh komunizmi! I bëj thirrje të gjitha atyre bizneseve që kanë presionin tatimor mbi supe, të gjitha atyre dyqaneve të vogla në lagjet tona, marketeve, mbyllini qepenat dhe bashkohuni këtu! Bashkohuni me ne! 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 I bëj thirrje dhe gjithë institucioneve, rini larg protestuesve dhe mos bëni presione për ata që marrin pjesë në protestë. Mos ta provokon! 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 Gjithashtu, ju bëj thirrje edhe institucioneve ndërkombëtare që të kenë syt nga kjo protestë, që të hetojnë çdo njeri që bën presione dhe të mbajnë shënim të gjitha këto presione. Do hiqu! Do hiqu! Do hiqu! Do hiqu! Ora po shënon 8 mbrëmjes dhe sot nuk e kemi përdor akoma një thirrje që ka qenë gjithmonë çdo natë. Nesër më shumë! 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 Edhe një herë përfitoj nga rasti t'i bëj thirrje gjithkujt që po na ndjek nga shtëpia, nga diaspora, nga Mërgata, nga Kosova, nga Maqedonia, nesër t'i bashkohet protestës kombëtare. Beslidhja e Tiranës 2026. Nesër më shumë! 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 Avash, po afrohet ajo ora që ju e keni shumë qef. Ju lutem mos bini prej provokimeve rrugës, sepse ka pasur shumë njerëz që kanë dalë të bëjnë provokime. Po ju jeni treguar qytetar dhe nuk keni bërë asnjë provokim. Kjo protest na ka vërtetuar se ne jemi më shumë se patronazhista. A jemi më shumë apo jo? Nuk e çova. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Nesër
Aí. Hã? Резерву было макаринка. Frito aí, pastor? Выпилям. Vavash. Po pse s'ju pe këtej po kollaj këtu? Shikoj çik se mra bateria. Okej. Mark. Hapi dyret, vetëm e komandu pastaj çikët. He? Po. Po. Vetëm ma e gjomin hap. Okej. Orjan! Orjan ti ma e gjoma thap. Vetëm t'japim e ka dalë. Okej. Safeta, mă, frate. Așa,
plot. O? Po vles ke çonta, vari lek. Po vles çonta. Në kapit të fish. Po qa e originale 5.000 lekë që më la. Po të falë në shohë po marro për sot. A shu? Po pëse hypin roba të të makina? Co të ishe ti? Po ti shaf nga të të vina? Ha? Ua, qa të kena ish me kalu më, va e. Po. I thash tonë. Po. Na tua? No? Ja, ma ka që kanë qenë për era. O? Po ishte shumë stras me kaluara. Po. Këta, ty të qonta to me baterion. Të qonta gli është të madhe. I bateri samre, po në hotel. Të gjepa të nësot, ato 30 si baterit modhe. Po da ma ju në rrët, po të qashtë e. Ha? Ja, ma. Jo.
Erdi edhe Euronews. Ja, po vjen natë.
fjallë sa pas kanë qenë, va. Ha? Jo, sa folë së pas kanë qenë, va. Ha? A shu, o?